Roma, si paraqitet situata në këtë momente? Përshëndetje, në fakt është te kaluar pika kritike, siç e shikoni edhe nga pamjet, nga momenti që ne kemi bërë lidhjen e fundit, tashmë të paktën edhe sipas ekspertëve ka shkuar rreth 1,5 metra, 2 metra më shumë niveli. Në koha dhe vendit që ne ishim, po raportonim herën e fundit, nuk mund të shkojmë dot atje sepse uji ka përparuar, siç e shikoni. Dhe nga pamjet besoj se mund të arrihet të dallohet që niveli po vijon që të rritet dhe në këtë momente që ne flasim ka një vazhdimsi të rritjes të nivelit në mënyrë intensive. Rreziku është prezent, kanë mbërritur forca të shumta të ushtrisë nga Tirana, nga qytetet e tjera, janë në gatishmëri, po ashtu edhe emergjencat civile të Bashkisë së Vlorës, emergjencat civile qendrore, ka po ashtu edhe mund të them ka një numër shumë të madh efektivësh edhe të policisë. Është ndryshe situata tani që flasim, duke qenë që përkeqësimi i saj i rritjes të nivelit të lumit vjoz dhe tashmë në disa pika ai tashmë ka dalë, për shembull urën e vjetër e ka mbuluar, më tregojnë edhe banorët, pasi na e shtirën nuk duket gjë. Për shembull, ne kishim një banor i cili vijon të qëndroj këtu, afro pak zotëri që të tregojmë çfarë ka ndodhur nga momenti që ne folëm për herë të fundit dhe atje është edhe kamera. Para një ore gjysmë folëm bashkë. Po. E thash, niveli të rritet, u rrit niveli. Edhe pita akoma të rritet akoma ka rrezik të vej afër me si qenë ato bandjerët aty të urës aty, ajo të rritet akoma. Po mirë, problematika. Është Është problematikë dhe pse ndodhi këtë ndërtim? Jo, po ndodh më tepër vetëm nga autostrada që kalon 30 metra te lumi vjoz. Kjo është ngushtuara. A funksionon si formë hinke? Po. Çfarë do bësh? Ti tani kur do marrësh një thes me një thes 10 kg, si të marrësh ato thesi 50 kg, a janë njësoj? Të është qytetarin nëse ka banor të evakuar apo nëse është dashur ndërhyrja për të marrë masa emergjente për të evakuar banor apo familje që mund të jenë për rreth asaj zone? Se kemi parë që kanë në Pistani jo. është shtuar numri i forcave të policisë.